na kena fillu më kriju shembull, dhe më sui generis, edhe si shtet, edhe si veprim. Kush e solli gazin Lëtësjellë në parlament? Ma thuj një shembull para këtij rasti? Ku ke po? Gaz Lëtësjellës. Jo, s'kum po. Normal që s'ke po. Të më thonë, ku ke po një shembull mos mu konstruu kuvendi, jo qeveria, sepse kemi rastin në Norvegjis, 2 vjetë ka nejt, edhe ka pas zhvillimin ma të hofshëm ekonomik, mirë, dakord e kena mësu edhe këtë paralele. Ma thuj një shembull dytë, që shkojnë aty i 120 burra agra, edhe që e talin një popull të tonë, edhe bohëm top lajmë në këtë Evropën në për tabloide, ku na marrim për talje. Na marrim për talje. Në qofë se na hina me i diskutu këto animozitetet dhe këto probleme. Na kena shumë probleme tjera. Vish në lështu të kuvendi. Ku është gjenezën e problemit? Pse në vitin 2025 na i kemi këtë ngërçin e kuvendit? Që është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Albin Kurti, me kastën e ti, ka vjedh e është të vjedh më pa përgjithësi. Sepse kur e kishte funksional parlamentin, a i kishte një lloj obligimi me i dhonë shpjegim parlamentit. Tash më është i lirë nëzë. Tash, mën është me marë. Nuk e kuptove pyetjen. Ja, e kuptova sa. Ti po shpjegim pse i konvenon Albin Kurti në situatë të tillë. Jo, po... Kene më mësëru se po pajtom. Duke i konvenu kjo situatë, a i vazhdon të qëndrojnë në pozicionin e benefitev, pse po mundet me bojnë? Pse po mundet? Pse po mundet, kjo është çështje tjetër, sepse 42% a i populli analfabetat kujtohet në qarqet e vetëvendosis që dhe i ke, Shërbejni dhe i ke me gjysmë të vërteta, dhe ke sepse kjo popull është 40% analfabet funksional. E tash, kur këj ka nëzirë në pa 42% analfabet funksional, këta analfabet ja kanë dhonë këti kratë, gjykata kushtetuse në 2014, gjykata kushtetuse në 2014 që t'jemi racional, ja kadal, jo sak. 2014 në gjykata kushtetuse ka vepru në favor të qeverisje të kalume, dhe ne sot penalizohemi për një shkak të cilin ata kanë marrë një vendim që unë konsiderojt i pa vend, sepse duhet t'i jipet paret një mundësi, po e zem, 5 herë kite drejten e propozimit si partije parë, po jo pa fundsisht. Jo, jetën. Dhe kjo është problemi. Edhe përgjim. Problemi është vendimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014, i cili ka interpretuar në kushtetutën në mënyrë të gabume, edhe që tash e shpërdoron po të njëjtën Albin Kurti. Qofsa Hashim Thaqit, për me konvenu Hashim Thaqit në atë kohë, për kohën tash Albin Kurti për shfrytëzon të njëjtën. Thjesht, atë kishë me ndodhë kërën, në qoftë se vendimi kishë me qenë, shumica parlamentare dhe zgjedh kryetar në parlamentit. Jo. Kush e ka shumicën? Edhe pse. A s'ka lidhe o partia par, a e dytë? Edhe pse. Qitën kandidat, partia e propozon, sigur të kishte qenë për shembull vendimi kështu, e propozon Albulenën, del tjetëri e propozon Memri Krasniqin, a tjetëri e propozon dikan X-in, atjetërën Marigona Gecin, ose atjetërën, edhe dalin, votohet, i fiton 2, 3, 4, 5 kandidatëve, 2 fitojnë ma shumë të vota, masanin në rundën e dytë, qaj që fiton ma shumë të vota, zgjedhët kryetar parlamenti, edhe që në votimin e parë, që në seancën e parë, e ki kryetar në parlamentit. Këto është edhe një problem. Na duhet të kemë të qartë, unë ti edhe plot të tjere kemë të qartë, sepse zgjedhja e kryetarit kuvendit nuk do me thonë vetëm zgjedhje e kryetarit. Edhe 7 muaj... Veç pak, jetën. Falë që këndërprejtë është interesant. Të qas titullin për kuvend, krejtuni u bo baja që kjo tim s'po di për shka po diskutojna. Sa dhe gëmë që titullin për përqarje politike, jena du folë për kuvend. Sepse kjo ndërlidhet domosdoshmërisht. Po ka dhe shumë ngjarje tjera deri te që kjo. Po e zem, lufta që është të bë për kryetarin e kuvendit nuk është vetëm thjesht për speaker. Edhe 7 muaj
na kemi me mbet pa president. Dhe ka për të ushtru detyrën e presidentit, kryetarja ose kryetari i kuvendit. Dhe kjo është tani kopja të gjitha institucionet. Po ta ketë lëvizave të vendosje edhe ushtrusin e detyrës së presidentit. Krye parlamentarin, vetë vendosja. Krye ministrin, vetë vendosja. Tani po thojnë që edhe gjykatës kushtetuesi i kalojnë mandatin. Kalojnë mandati, edhe vendimi i fundit të cilin kanë për ta marrë që ka dërzua AK-ja, ka përshku në favor të vetë vendosjes, unë shëkum ledzu, sepse Albulena Agjio është si kur puna asoj batutës, qka ka shpia i qëtë fëmija. Unë seriosisht e marrë Albulenën, sa ardel me full, sa aja zdin kur gjë. Tani qka të një në shpë, i rëshë me full në televizar. Biqa to angoj, për një me e kam, kur du me kuptu diqka. E qa kuptove ti prej Albulenës kove të fundit jeton? Ajo duhet tha, me gjasta që gjykata kushtetuese tha ka për të vendosë favorin tonë. Sa aja ka një diqka. Për jo, aja i ka analizuar. Jo, se i ka kalzu dhe jo, ajo me së të fjallë dhe jo në zërë televizor. Po kjo së tema. Problemi është të në neqë menoj për te i kësaj që na që dalëm me full në televizion edhe ti kur të më rish me full për i sotit e të tje, e jo pak i hapsir, duhet më falë jetën se shumë e rëndësi, duhet me shty idejnë, se na menojna që këta politikanë tonë janë shumë meqëm, të janë padishëm. Duhet më kalzu që na duhet me fillu edhe me shtyje dhe me inicu që zgjedhja e presidentit të Republikës duhet më bëhet direkt nga vota e popullit. Sepse është shumë e rëndësi. Zgjidhet një problem, tani shteti Kosovës e ka një problem ma pak në kejt këtë zalama i problemesh. Qështë e ka Maqedonia Veriut, e ka me vot direkte, kandidojnë dërë Serbia, Kroacia, Bulgaria, Greqia, Malizia. Mos më bo pjesë e kalkulimit. Kjo është shumë rëndësi. Që diskutohet kjo opcion, po nuk ndodhë në Kosovë. Mos zgjedh presidentja me shtyune, po da ma ndodhë as do në Na, kur i shtrojmë dojtë të qeshtë, pëse na jemi atë meqme... Për kolash, me do kulashin, thjesht në falë profesor, qështën e presidentin në Kosovë, gjithë partit e kanë lënë për me do kulashin, për me marë sa ma shumë, 100 njerëz të tebe. Jetën dona i kulasin që të të pritjem. Edhe profesor, edhe jetoni shumë mirë e tha që Albulena e ka qitë nëse kjo që shë tha profesor, në falë jeton Zogjani që shë tha, faktikisht, unë të paktën si jetën e mora se e pas kanë kapë dhe gjikatë kushtetuese. Të smon me dit një vendim hale pa dalë, faktikisht aje për dika që jo ka favorin e tyne. A ka thonë që me gjas, ajo ka analizuar me gjas, ajo është loj fjallës, atë s'ka me gjas, nëse ka po vendimin, është njët me qitë publikisht. Jo, vendimin nuk e ka po, aja me gjitha të... Ka po na informacion bre, po... Aja ka informacion... pa mundur së shtu të nakja. Po, si jurist që aje faktikisht e pas kanë kapë edhe gjikatën kushtetuese këta. Jo, ti s'ki nevoj me nënkuptu, na po të thoi na dzez mi të bardh, e kanë kapë zëtë një. Ti s'ka me nënkuptime këtë, është e qartë, sepse ju ka kalu mandati edhe zgjedhjet e reja, ose potencialisht mundësia është shumë e madhe që me kalu njerës që mbështesin pushtetin. Edhe ka që është, kjo është krejt gjeja. Shumë tetur për kuvendin, po kur po flasim na, për 26 vite që ka ndodhë dëri më sot. O veç na, me njerë du të me ashti me që gishin kryë dhe me menue, pse na du të me konë ndryshe. Veç na Shqipnia em që zgjedhin presidentin për mes parlamentit. A përshë, prov, këtë temë të du të me shtu se të bënë ma shumë me dojë. Jo, po unë kam shti këto pej fillimit edhe pej kur u bo kushtetuta e Kosovës, kam kundështu edhe me autorin e kushtetutës, e kam diskutu këtë qeshtje, kam thonë që kjo është gabim. Presidenti du të më zgjedh drejt për drejt. Jo, kështu sepse në shkakton të lashe. Se e kam mendu që është atërë dhe të në kohën e ka thonë prë. Po edhe qeshtje e mësimit fes për shumë në përshkolla. Veç na Shqipnia dhe Francën në këtë Evropën që nuk kemi edukim fetar në për shkolla publike. Pse du të me konë na për eshtim? Pse du të me konë na kur eshtrëm këtë që le feja, le kjo, le, së është më rëndësi, që së është më rëndësi, është shumë më rëndësi. Na nuk muj me konë ndryshëm për tjerve, edhe me konë matë mirë se Evropa. Se kemi atë ka qekë, s'kemi arrit në atë stad na që me konë ndryshëm e me qenë matë mirë. Për neve o sukses me arrit me i kopjuë ata. Profesor, ati që akomë në një halë me ty edhe me këtë mendësi, problemi o që ti vetë vjen
nga bota akademike, profesor, a din që shërënditë me nam pisa? Të fundit. A kem nevojna që flasëm për një reform të thellë arsimore që nga pas lufta deri me sot? Na jemi në gjendje me kajt me minel arsimin në Kosovë, e unë që pajtona, s'ka diskutim që du të me konë pjesë të shkollës, mësimi fetar, nuk ka diskutim, aja s'ka diskutim. Veç një natë të mësojna një herë me ledzu, se na s'po di me ledzu, prof. Se na du të me njësë me ledzu, prof, që me mësu mësimin fetar. Se pa ledzu, ti se din as shkaj, as shqip. Dhe më thonë, zonësat Kosovar, i dashtën profesor, krejt këta që jenë testu në pisa, te din ma mirë se onë, atë që e ledzojnë, se kuptojnë. Jo, që vesh unë ja bëjnë... E duke mos e kuptu ato që e ledzën, praktikisht dalëm të Albini 40% janë në alfabet funksional. Në kësi, një sugjerim. Banë një emision, shkorin një shkollë filloren, klas 8, edhe vetë një tabelin e shumëzimit, edhe matni, pe 30 nëzonca për shamë një klasë, sa nëzonca për din tabelin e shumëzimit. I dashë nëse na këtë folna... Ose so, edhe atëherë, shiko, që kjo është emision edukativa, dhe pëse është edhe si tregon edhe kryeministit, edhe ministrit arsimit ku jemi. Kryeministri ja ka huq në bronzë për djeves, ja ka huq me një Po nuk është që se dino, profesor, ku është kryeministri dhe ministri arsimit. Nuk është që nuk e dino dhe ku janë. Duhet më ndërlidh se ka qenë... E kini emblemë shumë të vlefshme mrapa.